Shikues të nderuar, Dalpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Bregtisja e fshatrave nga të rinjt po bëhet gjithnjë më shumë shqetësuese, sidomos në qarkun e Gjirokastrës. E njëjta situatë paraqitet edhe në fshatin mashkullor të bashkisë Gjirokastër. Fshati i mashkullor, një vend i vogël që sot përballet me realitet që po prek pothuajse të gjitha zonat rurale në Shqipëri, largimin e të rinjve. Dikur ky fshat ishte plot jetë. Rrogecat mbusheshin me fëmijë, ndërsa arat e kullotat punoheshin nga banorët e shumtë të zonës. Sot shumë prej shtëpive janë të mbyllura dhe në fshat kanë mbetur kryesisht banorë të moshuar. Banorët thonë se të rinjt i larguar në kërkim të punës dhe një jetë më të mirë në qytet apo jashtë vendit. Për pasojë, jeta në fshat është bërë më e qetë dhe aktivitetet bujqësore janë pakësuar ndjeshëm. Megjithatë, ata që kanë mbetur vijojnë të jetojnë dhe të kujdesen për shtëpitë dhe tokat e tyre. Për ta, ky fshat është vendlindja dhe historia e vet. Ndërkohë, shumë prej banorëve shpresojnë që një ditë të rinjt të kthehen dhe rrugicat e mashkullores të mbushen sërish me jetë dhe fshati të mos mbetet vetëm një kujtim i së kaluarës. Ka qenë shumë lart. Populli ka qenë të gjohë. Mashkullora nuk ka qenë, nuk ishte si ka qenë në Hoxha. U qenë në Hoxha që populli mblidhesh edhe shumë mirë. Ju mungon ajo gjallëria që kishte fshati? U qenë në Hoxha, u qenë në Eri, buqishte populli. Tashin ai ka iku të të në Greqi, ka iku në Gjermani, ka iku në Itali, në të gjëve të botës. Nuk ka më tash, s'ka më po. Mashkullora nuk ka asnjë pleq. Fshat me histori. Që ngelet i bregtisur. Ju vjen keq për këtë? Që shikoni në këtë gjendje? Historikë, historikë. Populli mashkullorës ka qenë dhe ishte më para ishte. Tash s'ka më njerëz fare. Pleq. Dhe të ka iku të çuva të ri. Me çfarë merreni më së shumti? Me çfarë merreni tani? Unë jam personist. Në merr asnjë gjë. Jam me shkop në dorë. Parku turistik i Virojit prej vitesh nuk po njeh investime, teksa më problematike është fusha dhe parku i lodrave për fëmijë. E vetmja hapësirë çlollse në qytet po përballet me këtë gjendje. Parku turistik në Gjirokastër po shkon drejt haresës institucionale dhe njerëzore. I vetmi park natyror i qytetit, ai i Virojit, prej kohësh është lënë pas dore para investime konkrete dhe pa ndërhyrje të mirëfillta rehabilituese. Stolat rezultojnë të kalbur dhe të ndryshkur, ndërsa fusha e lojrave për fëmijë është dëmtuar dhe është degraduar nga koha. Gjendja e saj paraqitet jo vetëm në mungesë funksionaliteti, por edhe rrezik potencial për fëmijët dhe vizitorët që mund të frekuentojnë këtë zonë. Meritjen e temperaturave në park përhapet dhe ere pakëndshme, çka e bën edhe më pak tërheqës qëndrimin në këtë hapësirë publike. Pavarësisht kësaj, gjatë viteve të fundit kanë qenë kryesisht vizitorë të rastësishëm, ata që e kanë frekuentuar, ndërsa parku ka mbetur jashtë guidave turistike dhe paketave promovuese të qytetit. Edhe vetë banorët e Gjirokastrës, duke parë gjendjen e amortizuar, kanë kufizuar lëvizje drejt kësaj zone rekreative. Problem mbetet gjithashtu edhe infrastruktura rrugore në hyrje të parkut dhe të lagjes së Virojit, ku mungojnë ndërhyrjet për përmirësim dhe sinjalistik orientuese. Projekti i bazuar në një studim urbanistik të miratuar nga Bashkia e Gjirokastër në vitin 2017 parashikonte rikonstruksionin dhe ndërtimin nga e para të 7 segmenteve që përshkonin parkun, ku kombinoheshin rrugët për automjete me trotuare përkombësor, pista vrapimi, korsi për biçikleta, ndërtimin e një amfiteatri të hapur, ndërtimin e fushës së basketbollit dhe ambienteve të tjera për aktivitete sportive, që nga jo kohë nuk ka patur më asnjë ndërhyrje në këtë zonë turistike. Viroji ka një pasuri të madhe me rreth 250 specie bimore dhe 72 specie shtazore. Ndjekim në këto momente të reja të më të fundit nga rendi. Drejtoria vendore e policisë Gjirokastër, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Përmet në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarand kanë lokalizuar dhe kapur shtetasin FB, 43 vjeç, banues në Përmet. 43 vjeçari ishte shpallur në kërkim për veprën penale dhunë në familje. Veprimet e mëtejshme procedurale për këtë rast do të kryhen nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarand. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare kanë referuar gjithashtu materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen AQ, 57 vjeçe, banuese në Gjirokastër, pasi gjatë
kontrolli të kryer në farmacinë e saj, u gjet një sasi ilaçesh pa pull fiskale. Ilaçet u sekuestruan me cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Reshjet intensive të muajve të fundit ka sjell probleme për fshatin Lezerat, ku rruga e Spilos vijon të mbetet e bllokuar nga rrëshqitjet e derave. Fshati i Lezerat prej më shumë se 3 muajsh vijon të mbetet e izoluar. Rrugët brenda fshatit, por jo vetëm, janë të amortizuara prej vitesh, por tashmë të bllokuara nga rrëshqitjet e dheu dhe inertet, si rrjedhoi e rreshjeve intensive të muajve të mëparshëm, duke bërë lëvizje pothuajse të pamundur për banorët në këtë fshat. Rruga dytësore hyrëse për në fshatin Lezerat në vendin e quajtur Proi Spilos vijon të mbetet i bllokuar dhe, ndërsa siç shihet edhe nga pamjet, rruga ka rrëshqitur dhe bllokuar. Banorët detyrohen të kalojnë çdo ditë duke rrezikuar jetën e tyre. Teksa në tregjet botërore nafta po pëson ulje, e paralajmëruar kjo dhe nga presidenti i SBA-s Donald Trump, e kundërta po ndodh në vendin tonë në Shqipëri. Nafta ka bëritur në 198 lekë për litër në disa nga karburantet në vend. Shifër kjo të jetë i lartë për buxhetet e familjeve shqiptare, ndërsa në bursat aziatike nafta e papërpunuar ishte 6.5% më e ulët, apo në çmim prej $92.46 deri në $88.15 për fuqi. Çmimi i naftës u rrit me më shumë se $119 për fuqi ditën e hënë, në nivelin më të lartë që nga mesi i vitit 2022, ndërsa shkurtimet e furnizimit nga Arabia Saudite dhe prodhues të tjerë gjallën frikën e ndërprerjeve të mëdha në furnizimet globale. Çmimet më vonë ran pasi presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi një telefonat me Trump dhe ndau propozime që synonin një zgjidhje të shpejtë të luftës, sipas një ndihmësit të Kremlinit, duke lehtësuar shqetësimet në lidhje me furnizimin. Ndërkohë, Trump po shqyrton lehtësimin e sanksione të naftës ndaj Rusisë dhe lirimin e rezervave të naftës bruto emergjente, si pjesë e një pakete opsionesh që synojnë frenimin e çmimeve në rritje. Vendet e G7-s thanë të hënën se ishin të përgatitura të zbatonin masat e nevojshme në përgjigje të rritjes së çmimeve globale të naftës, por nuk u zotuan për lirimin e rezervave emergjente. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.